Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nëse nuk i mbajmë para syve tana ato çfarë na ka thënë Zoti, atëherë do të dëgjojmë zërat e gabuar. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Kanë filluar edhe për ditën e sot me minutat e programit Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Sa herë që përballemi me një krizë, shpesh reagojmë duke kërkuar këshillën e të tjerëve. Ndërkohë që këshilla e familjes dhe e miqve mund të jetë e mirë, ne duhet të kërkojmë gjithmonë së pari këshillën e Zotit. Sot Dr. Stanley identifikon pasojat shkatërruese kur nuk arrijmë të dëgjojmë zërin e Zotit. Shpesh herë ata që na këshillojnë, na thonë të bëjmë atë që duket më e lehtë ose më e arsyeshme. Por kjo nuk është gjithmonë mënyra e Zotit. Pra, para se të merrni këshillën e të tjerëve, dëgjoni me vëmendje se çfarë ndodh kur nuk arrin të dëgjosh zërin e Zotit. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm. Të gjithë e dim që Zoti na flet përmes fjalës së Tij, përmes frymës së shenjtë dhe përmes rrethanave apo njerëzve të tjerë. Së pari ai na flet në mënyrë që të kuptojmë të vërtetën e fjalës dhe ta dimë se çfarë po na thot ai përmes shkrimeve. Së dyti, na flet në mënyrë që të transformohemi me anë të asaj të vërtete dhe që fjala e Zotit të modelojë stilin ton të jetës. Së treti, Zoti na flet në mënyrë që ne të mund të transmetojmë të vërtetën e Tij tek njerëzit e tjerë. Lind pyetja: çfarë ndodh kur nuk arrit të dëgjoj? Perëndia na flet shumë qartë me një qëllim të thjeshtë në mendje, por çfarë shkakton mosdëgjimin ton? Pse nuk arrijmë të dëgjojmë dhe çfarë ndodh kur nuk e dëgjojmë atë që thot ai? Kjo është tema për të cilën do të flas në këtë mesazh. Le të shkojmë tek kapitulli i 3 i Zanafillës, sepse këtu do të dëgjojmë se çfarë ndodh kur nuk arrijmë të dëgjojmë Zotin. Edhe atëherë kur ai na flet shumë qartë dhe ne e dimë me saktësi se çfarë po thot. Kapitulli i 3 i Zanafillës tregon ngjarjen e rënies së njeriut. Le të lexojmë 7 vargjet e para të këtij kapitulli, sepse në librin e Zanafillës shohim fillimin e shumë gjërave që mund të lexojmë përgjatë shkrimit. Këtu jepet fillimi i problemeve të njeriut me mëkatin. Tek Zanafilla, kapitulli 3, vargu i parë deri në 7, Bibla thot: Por gjarpëri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: A ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit? Dhe gruaja ju përgjigj gjarpërit: Nga fruti i pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Atëherë gjarpëri i tha gruas: Ju s'keni për të vdekur as pak. Vini re çfarë i tha gjarpëri Evës: Ju s'keni për të vdekur as pak. Por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë, që ishte e këndshme për syt, dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri, dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën sytë të dyve dhe pan që ishin lakuriq. Kështu ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Tani, le të shkojmë tek Zanafilla, kapitulli 2, vargu 16 dhe 17, dhe të shohim se çfarë tha Zoti në të vërtetë. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu duke i thënë: Ha, bile lirish nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash për saj, ke për të vdekur me siguri. Ja pra se çfarë kishte thënë Zoti. Eva kishte të drejtë, Zoti i kishte folur shumë qartë. Në këtë pasazh të shkrimit është më se qartë që Zoti kishte folur. Dua ta mbani mend këtë gjë. Do njerëz Zoti thot diçka dhe ne mund ta mbajmë mend fare mirë se kur e ka thënë dhe situatën në të cilën është thënë ajo gjë. Mund të themi diku në të kaluarën në atë kohë e di që Perëndia i ka folur zemrës time. Perëndia dëshiron që ne të dëgjojmë jo vetëm atë çfarë ai thot një herë, por atë që ai do që ne të dëgjojmë vazhdimisht.
Kjo do të thotë që ne duhet t'ia kujtojmë vetes tonë gjërat që na ka thënë Zoti, sepse ai nuk do të na thotë çdo ditë të njëjtën gjë. Ndonjëherë ai flet vetëm një herë. Ai e di që ne dëgjuam atë fjalë, kështu që në një farë mënyre jemi vetë përgjegjës për atë çfarë kemi dëgjuar. Ajo çfarë duhet të bëjmë është ta rifreskojmë memorien tonë dhe ta mbajmë para syve tan gjërat që na ka thënë Zoti. Perëndia i foli Adamit që ishte kreu i familjes së parë dhe i tha: "Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun, Adamin, duke i thënë: Ha, bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Këto ishin fjalët e Zotit. Eva e kishte kuptuar më së miri atë që kishte thënë Zoti, përndryshe nuk do ta citonte aq sakt. Perëndia i foli Adamit shumë qartë, shkurt dhe kuptueshëm. Ai ja tha këtë gruas së tij dhe ajo e kuptoi në të njëjtën mënyrë. E megjithatë, pavarësisht nga kjo ne shohim rënien e njerëzimit. Kur flasim për rënien e njerëzimit, Adami ishte personi i parë i gjithë racës njerëzore. Ai ishte si burimi i racës njerëzore. Nga Adami u mor Eva, dhe prej tyre erdhi Kaini, Abeli, Sethi e kështu me radhë. Pra, nga ky njeri i parë, Adami, e ka fillimin gjithë raca njerëzore. Kur themi që gjithë raca njerëzore ra, duam të themi se Adami ra. Fara, zemra, thelbi i fillimit të racës njerëzore ra në mëkat. Fakti është se çdo person që lindi pas tij erdhi në këtë botë me një natyrë mëkatare që e trashëgoi nga Adami. Romakët kapitulli 5 vargu 12 thotë: "Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtrit tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan." Unë dhe ti nuk kemi takuar asnjëherë ndonjë person të përsosur. Përse? Sepse i gjithë mëkati, e gjithë vuajtja, dhimbja, problemet, luftrat, derdhja e gjakut, dhuna erdhi nga Adami. Ata e kuptuan shumë mirë atë që u tha Zoti. Edhe pse e kuptuan mjaft mirë, ata nuk ju bindën Zotit. Çfarë ndodh kur ne nuk arrim të dëgjojmë? Numër 1. Kur nuk arrim të dëgjojmë zërin e Zotit, përfundojmë duke dëgjuar zërat e gabuar. Ne pam që Eva dëgjoi shumë qartë dhe mjaft mirë, por edhe pasi kishte dëgjuar, ajo filloi të dëgjojë një zë tjetër. Vini re tek vargjet e para të kapitullit 3. Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Gjarpri po pyet për atë që kishte thënë Perëndia, dhe gruaja i përgjigj gjarprit: "Nga fruti i pemëve të kopshtit mund të ham." Kështu Eva filloi bashkëbizedimin me gjarprin. Është një situatë e çuditshme, sepse kjo është familja e parë dhe mëkati nuk kishte hyrë ende në botë në këtë kohë. Eva filloi të dëgjojë një zë shumë të çuditshëm, dhe këtë herë nuk ishte zëri i Zotit dhe as i burrit të saj. Ky zë ishte shumë i çuditshëm. E megjithatë ajo po i kushtonte vëmendje. Nëse nuk mbajmë paranesh atë çfarë na ka thënë Zoti, atëherë do të kushtojmë vëmendje zërave të gabuar. Mendoni pak se sa shumë zëra dëgjojmë çdo ditë. Dëgjojmë tinguj dhe lexojmë. Mendoni gjithashtu për gjërat që bombardojnë vazhdimisht mendjen, zemrën dhe shpirtin ton. Ti ndez televizorin, dëgjon radion, lexon një gazetë apo revistë, dhe ne të gjithë jemi të bombarduar nga një numër i madh gjërash të kota, boshe, të gabuara dhe jo biblike. Na duhet të zgjedhim. Do ta dëgjojmë, lexojmë, shikojmë apo jo një gjë të caktuar. Besoj se kur nuk arrim të dëgjojmë Zotin dhe nuk i kujtojmë vazhdimisht principet e shkrimit, fillojmë të dëgjojmë zërat e gabuar. Ka me mira zërat të çuditshëm që përpiqen të kujdesen për fëmijët tuaj, për të rinj apo të rriturit. Ka me miliona zëra që duan të na largojnë nga Zoti. Pra çfarë ndodhi? Eva filloi të dëgjojë. Ndërkohë që i kushton vëmendje zërit të çuditshëm, ti hutohesh, ashtu si çdo person që ndalon së dëgjuari i Zotit dhe fillon të dëgjojë Satanin. Numër 1. Sa herë që ndalojmë së dëgjuari i Zotin, përfundojmë duke dëgjuar zërat e gabuar. Mesazhi i Zotit ishte shumë i qartë për të. Eva e dinte saktësisht atë çfarë kishte thënë Zoti. Në fakt, tek Zanafilla kapitulli 2 vargu 17, Zoti tha: "Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Vini re këtë fjalë. Ke për të vdekur me siguri. Por dëgjoni se çfarë tha Satani kur e pyeti Evën tek Zanafilla kapitulli 3 vargu i parë deri në 3.
Por gjarpri, Satani, ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas, Evës: "A ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Dhe gruaja ju përgjigj gjarprit: "Nga fruti i pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos prekni, ndryshe do të vdisni." Jo vetëm të mos e hani atë, ajo tha: "Na është thënë madje edhe të mos e prekim." Shikoni vargun 4. Ju s'keni për të vdekur as pak. Satani merr atë çfarë ka thënë Zoti dhe e shtërmëron pak. Vini re edhe diçka tjetër. Pasoja e dytë kur nuk dëgjojmë është që mashtrohemi lehtë. Kur nuk e dëgjojmë Zotin dhe nuk kujtojmë atë çfarë ka thënë ai, ne mashtrohemi lehtë. Këtë bëri Satani me Evën. Ai e mashtroi atë. Le të kthehemi edhe një herë tek vargjet 4 dhe 5. Atëherë gjarpri i tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak. Por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen." Vini re se si Perëndia e përdori fjalën me siguri tek Zanafilla kapitulli 2 vargu 17. Ke për të vdekur me siguri. Por vini re se çfarë bëri Satani tek Zanafilla kapitulli 3 vargu 4. Ju s'keni për të vdekur as pak. Natyra e Satanit është të gënjejë dhe të mashtrojë. Kjo është natyra e tij. Le të shkojmë tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 8. Dëgjoni se si e përshkruan Jezusi Satanin kur ai flet për të. Ky duhet të jetë një paralajmërim për të gjithë ne. Jezusi u flet kritikëve të tij për Satanin. Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thot të gënjeshtra, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës. Natyra e Satanit është të thojë gjëra që nuk janë të vërteta. Jezusi thot: ai është mashtrues. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë Zotin dhe të kuptojmë gjërat që ka thënë, atëherë do të fillojmë të dëgjojmë zëra të tjerë dhe ata janë zëra mashtrues. Por shikoni se çfarë mund t'i ketë thënë Satani Evës. Eva, po prit një minutë, më duket sikur nuk po kupton. Unë e di mirë se çfarë ka thënë Perëndia. Ai ka thënë: ju me siguri nuk keni për të vdekur. Unë e kuptoj se çfarë ka thënë Zoti, por ti Evë nuk po e kupton të gjithë çështjen. Çështja është se Zoti nuk do që ju të dini atë që di ai. Por ditën që keni për të ngrënë nga ai fruti i pemës, ju do të jeni si Zoti. Do të dini të gjitha gjërat që di Zoti. E sheh pra? Do të jeni të zgjuar. Do të bëheni shumë të mençur. Do të jeni një lloj si Zoti. Pra, kur Zoti ka thënë se do të vdisni, nuk donte të thoshte do të jeni një lloj si Zoti. Pra, kur Zoti ka thënë se do të vdisni, nuk donte të thoshte që do të vdisni me gjithmend. Ai donte të thoshte se gjërat do të ndryshojnë dhe ju do të filloni të jeni si Zoti. E shihni pra, ai tha asaj mjaft të vërteta që mund të tingëlloni të mira, sepse përdori të njëjtat fjalë. Keni për të vdekur me siguri. Satani tha: ju me siguri nuk keni për të vdekur. Ai foli për hapjen e syve, për njohjen e së vërtetës dhe për gjërat të tjera që Eva do të mësonte kur të hante frutin. Por më lejoni t'ju bëj një pyetje. Sa prej nesh kanë mësuar disa gjëra të cilat nuk do të donin t'i kishin mësuar kurrë? Kemi përjetuar disa gjëra të cilat nuk do të donim t'i kishim përjetuar kurrë. Do të donim të mos i kishim ditur fare. Por këtu qëndron mashtrimi i Satanit. Dhe po ju a them arsyen. Satani është një mashtrues i pashok. Ai vjen tek ne gjithmonë me diçka që të na josh dhe jo me të vërtetën. Ai nuk mund të thotë të vërtetën, sepse nga natyra është vetëse një gënjeshtar. Sa herë që nuk kalojmë kohë me fjalën e Zotit, ne nuk i freskojmë zemrat dhe mendjet tona me atë çfarë ka thënë Zoti. Kështu që si rrjedhoj, fillojmë të dëgjojmë zëra të tjera. Satani thotë: ti ke nevojë për këtë, ti duhet ta kesh edhe atë tjetrën. Kjo është ajo çfarë po kërkon. Shkruajini këtë gjë me gërma të mëdha. Kushdo që është gënjeshtar nga natyra, do të thotë vetëm gënjeshtra. Tek Gjoni kapitulli 8, vargu 44, Jezusi tha: ai është ati i rrenave. Numri 3. A e dini se çfarë bëjmë kur nuk arrijmë të dëgjojmë? Ne tregojmë krenarinë dhe pavarësinë tonë. Mendojmë se mund t'ja dalim me forcat tona. Ja pra ku ishte Eva që kishte dëgjuar saktësisht atë çfarë kishte thënë Zoti, por në vend që të vendoste të dëgjonte Zotin, ajo dëgjon Satanin. Satani tha: ju do të jeni si Zoti, nuk do të vdisni.
Ju do të bëheni të zgjuar, do të kuptoni të njëjtat gjëra që kupton edhe Zoti. Në vend që të dëgjonte atë që tha Zoti, Eva tha: "Mendoj që duhet ta provoj një herë." Ky ishte një akt pavarësie dhe krenarie. E vërteta është se rrënja përfundimtare e mëkatit është krenaria. Ndonjëherë pavarësisht nga ajo që na ka thënë Zoti, ne themi: "Mendoj se duhet të ketë një rrugë tjetër më të mirë." Ose ajo çfarë duam të themi në të vërtetë është se ne e dim më mirë se Zoti. Në asnjë mënyrë ne nuk mund të dim më mirë se i gjithë dituri. Kur Zoti thot nuk duhet ta bësh, ai nuk po thot nuk do të kënaqesh, nuk do ta shijosh jetën. Çdo nuk apo mos shprehje e dashurisë së Zotit dhe një shprehje e mbrojtjes së Zotit. Tek Zanafilla kapitulli 2 vargu 17 ai tha: "Mos ha nga pema e njohjes së të mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Por Eva tha: "Gjithsesi, po ha një kafshar të vogël." Ky është një akt pavarësie. Ky është një veprim i pastër krenarie. Ky është një rebelim ndaj Zotit. Miku im, nëse dëgjojmë nga fjala e Zotit, e dim se çfarë thot, e megjithatë zgjedhim të veprojmë në mënyrë të pavarur, po tregojmë krenari ndaj Zotit të gjithë ditur që na thot mos e bëj atë, ja se çfarë dua të bësh. E megjithatë, ne vazhdojmë punën pa u shqetësuar për ato që thot ai. Kjo është një shprehje e krenarisë son. Krenaria është rrënja e gjithë mëkatit. Ajo është një rebelim i zemrës tonë. Thuhet se thellë brenda nesh gjendet një dëshirë që dëshiron të jetë rebele në çdo moment apo situatë. Cilat janë pasojat? Ne përfundojmë duke dëgjuar zëra të gabuara dhe shohim veten tonë të mashtruar. E vërteta është se Eva e kuptoi këtë. Shikoni se çfarë ndodhi si pasojë tek Zanafilla kapitulli 3 vargu 13. Dhe Zoti Perëndi i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja ju përgjigj: "Gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj." Shikoni me vëmendje. Çfarë bëri gjarpri? Më mashtroi dhe unë e hëngra. Ajo nuk tha gjarpri më tha, më sugjeroi apo më urdhëroi. Ajo tha Satani më mashtroi. Ajo e dinte që ishte e mashtruar. Sa herë që nuk e dëgjojmë Zotin, tregojmë krenari. Tregojmë pavarësi kundra vullnetit, ligjit dhe fjalës së Zotit. Gjithsecili prej nesh duhet të pranojë që është sjellë në këtë mënyrë. Kur zgjedhim të mëkatojmë kundra Zotit, ne veprojmë në mënyrë të pavarur nga vullneti i tij dhe shprehim krenari. Në ato moment themi: ne e dim se cila është më e mira. Numri 4. Kur nuk arrim të dëgjojmë, marrim vendime që joshin mishin. Më lejoni t'u pyes për diçka. A jeni tunduar ndonjëherë nga Satani? A ju ka thënë ai: "A do me të vërtetë ta njohësh Zotin? A do me të vërtetë të mësosh se si të lutesh? A do të kesh një uri të thellë, të sinqertë dhe të vërtetë për Zotin?" Jo. Ai nuk vjen kurrë tek ne në këtë mënyrë. Ai nuk pyet nëse do të mësosh se si të lutesh, se si të dëshmosh apo të ndash besimin tënd. Ai nuk vjen tek ne me këto gjëra. Si vjen ai tek ne? Le të shohim se si u ofrua Satani Evës. Kapitulli i 3 i Zanafillës është i mbushur me aq shumë principe, sa që mund kalosh gjithë jetën duke mësuar prej tij. Ne po flasim për afrimin e Satanit dhe për vendimet tona që bazohen në joshjen e mishit. Për këtë arsye Satani josh gjithmonë mishin dhe asnjëherë frymën. Çfarë i tha Satani Evës tek Zanafilla kapitulli i 3 vargu 5 dhe 6? Por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë, ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Tek vargu 6 jepet joshja. Numër 1. Gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë. Numër 2. Që ishte e këndshme për syt. Numër 3. Që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Rezultati përfundimtar, ajo mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Por çfarë joshi Satani? Ai joshi 3 aspekte logjike të jetës njerëzore dhe të gjithë ne i kemi ato. Së pari, oreksin. Ajo dukej si fruti i mirë. Kjo ishte tërheqja e saj e parë. Së dyti ajo tha se ishte shumë tërheqëse apo e këndshme për syt, një dëshirë për bukuri. Dhe së treti që do ta bënte atë të zgjuar, një dëshirë për dituri. A ka ndonjë gjë të gabuar me orekset
që na janë dhënë nga Zoti? Jo. A ka ndonjë gjë të gabuar me dëshirën për të dukur bukur? Jo. A ka ndonjë gjë të gabuar me dëshirën për dituri? Jo. Perëndia ne ka dhënë vetë të gjitha këto gjëra. Ai na i dha vetë. Ai na ka dhënë frymën e shenjtë për të na dhënë dituri dhe për të na mësuar si t'i kontrollojmë ato orekse, qofshin ato për ushqim, gjumë, shlodhje, seks apo gjithçka tjetër. Ai na dha shpirtin e tij për të na treguar se si t'i mbajmë ato nën kontroll dhe në balancë. Po për sa i përket bukurisë. Perëndia e krijoi këtë botë të mrekullueshme dhe të bukur. Ti shkon në breg të detit dhe manitesh nga gjithë ngjyrat e ndryshme në ujë. Sheh malet madhështor dhe të gjitha bukuritë që krijoi Zoti. Vetëm Zoti mund ta ketë bërë këtë. Nuk ka asgjë që nuk shkon me bukurinë dhe njerëzit e bukur. Perëndia e bëri këtë botë të bukur. Ne jemi ata që e kemi ngatruar. Perëndia e bëri plotësisht të përsosur. A e dini çfarë bëri Satani me mashtrimin e tij? Ai mori atë që ofroi Zoti dhe e shtrëmroi. Ai mori dëshirat logjike që na kishte dhënë Zoti dhe i shtrëmroi pak duke i nxjerrë jashtë balancës. Kështu ne filluam të jepeshim pas tyre dhe në vend që t'i kontrollonim, filluan të na kontrollonin ato ne. Kështu u bëm sklever të asaj që Zoti na kishte dhënë dhe ofruar në liri. E shihni, Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ne marrim vendime të bazuara në tërheqjen që i bëhet mishit dhe jo frymës. Si besimtar kur flasim për ecje në frymë, ne duam që dëshirat, orekset, dëshirat për bukuri dhe dituri të jenë brenda fushës asaj që Zoti lejon dhe siguron. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley, paraqiti një numër pasojash kur ne nuk arrim të dëgjojmë zërin e Zotit. Ky mesazh qëndron si një paralajmërim për gjithë secilin prej nesh, duke na sfiduar të vlerësojmë se cilin zë duhet të dëgjojmë. Për të qenë të sigurt që kemi dëgjuar nga Zoti, ne duhet të kalojmë kohë vazhdimisht me të. Psalmi 119, 97, 101 na kujton: O sa shumë e dua ligjin tënd. Ai është përsjatja ime gjithë ditën. Urdhrimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhrimet e tua janë përsjatja ime. Kam më tepër zgjuarsi se pleqt, sepse respektoj urdhrimet e tua. Kam përmbajtur hapat e mi nga çdo shteg i keq për të respektuar fjalën tënde. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si u ndihmon programi Ecjen tuaj me Perëndin. Ishte kënaqësi të kalonim këto minuta së bashku. Do të ridëgjohemi bashkë herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithëve. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.